Mesudi, ushquar në gjysmën e parë të shekullit të 10. Ebul Hasan el-Mesudi lindi në Bagdad në fund të shekullit 9 dhe ushqua në gjysmën e parë të shekullit 10. Vdiq në vitin 956. Ishte një gjeni i shumë anshëm me një kulturë të gjerë të fituar gjatë udhëtimeve anë kënd shtetit gjigant Islam dhe vendeve kufitare me të. Shkroi shumë libra, në të cilët regjistroi besnikërisht vëzhgimet dhe rezultatet e kërkimeve mbi historinë dhe gjeografinë e krahinave të vizituara prej tij. Vepra e tij kryesore quhet Murug al-Dhahab, livadhet e arta. Në këtë vepër Mesudi përshkroi natyrën e vendeve të vizituara, relievin, detet, format e tyre të qeverisjes, historinë e dinastive të tyre, besimet dhe traditat e banorëve. Vepra është një traktat i gjerë dhe kompleks gjeografie, etnologjie, sociologjie, antropologjie, meritat dhe rëndësia e të cilit janë njohur nga bota shkencore. Libri është shkruar në formë anekdotike, me këtë teknikë duke vënë në shërbim materialet e përzgjedhura nga veprat e mëparshme të historianëve dhe gjeografëve. Ai ofron një freskë të madh të botës islame të kohës së tij dhe na siguron një material të bollshëm hetimor mbi historinë e kalifatit Umejjad dhe fillimit të epokës së kalifatit Abbasid. Për t'i dhënë një emër krahasues në kulturën perëndimore, u quajt Herodoti i lindjes islame. Vepra e tij e fundit e quajtur Kitabul Tanbih wa Ishraf, libri i shenjave dhe kontrollit, është një libër i vyer gjeografie me shumë të dhëna historike. Në këtë vepër Mesudi bën disa ndrejtje të pasaktësive që kishte hasur në veprat e përdorura prej tij për të hartuar tekstin. Edhe ky si një gur themelues, ndihmëtar i përparimit dhe qytetërimit të shkencës dhe inovacionit, do mbetet në historinë e njerëzimit si një frymëzim për brezat që do vinë, që edhe ata të marrin shembuj se si duhet përparuar në aspektin e të shkruarit të librave dhe fakteve, të cilat fakte na ndihmojnë të plotësojmë mozaikun e gurthemelit të shkencës, së historisë, sociologjisë dhe gjeografisë, si dhe botës shkencore në tërësi.